Përshëndetje, sot do të përgatis dy lloje të lëngjeve që janë mjaft të shëndetshme për organizmin tonë. Nëse juve ju pëlqen kjo video, atëherë bëni like, share dhe subscribe. Përgatitja e këtyre lëngjeve ka mjaft të mira për organizmin tonë, për arsye se na siç e dimë, gjatë proceseve të oksidimit në organizmin tonë lirohen disa radikale të lira të cilat kanë veti mjaft të dëmshme për qelizat tona. Këto radikale të lira shkaktojnë një sër smundjesh bashkëkohore, siç janë smundjet e zemrës, diabetin, kancerin e tjera. Prandaj neutralizimi i këtyre radikaleve ka një rëndësi mjaft të veçantë. Para se të përdorni dhe të këto lëngje, ju kisha këshilluar që personat që kanë ndonjë nga smundjet që i përmendë pak më parë, apo përdorin ndonjë tabletë siç janë antikoagulant, duhet të ta këshillojnë mjekun familjar para se të përdorin këto lëngje. Për arsye se disa nga këto përbërës në këto lëngje mund të interreagojnë me medikamentet që i përdorni. Si hapi parë për përgatitjen e këtyre lëngjeve është pastrimi i perimeve dhe i pemëve që përdoren për përgatitjen e këtyre lëngjeve, për arsye se duhet i pastrojmë shumë mirë në mënyrë që të largojmë pesticidet apo herbicidet e mundshme që mund të jenë të kontaminuara këto perime dhe pemë. Mbas larjes së këtyre pemëve dhe perimeve, duhet të t'i coptojmë mirë dhe t'i futim në makinën për shtrydhjen e tyre. Për përgatitjen e lëngut të gjelbërt na nevojiten 2 molla, rreth 6 cm xhenxhefel dhe 1 kukër limon që duhet ta qërojmë. Të ri shkopenj të selinos, gjysëm trongulli, disa fleta të lakrës së bardhë, disa fleta të lakrës së gjelbërt, një gotë spanaq, koriander edhe bazel. Dhe këto i shtrydhim mirë. Për përgatitjen e lëngut të kuq përdorim 3 karrota, 1 limon të gjelbërt, përdorim disa kokra frute, siç janë 1 portokall, 1 pjeshk dhe 1 mollë të kuqe, si dhe disa rrepa të kuqe. Së pari marrim dhe i coptojmë pemët dhe qërojmë limonin e gjelbërt. Më pastaj këto me radhë i fusim në shtrydhëse. Dhe në këtë mënyrë ne përfitojmë një lëng të kuq, i cili është mjaft i shëndetshëm dhe ka veti shumë të mira ushqyese. Siç e thash, për përgatitjen e këtij lëngu na nevojitet 1 gotë lakër e kuqe, më pastaj disa rrepa të kuqe, karrota të kuqe, 1 portokalle, disa aronia, si dhe 1 limon i gjelbërt dhe gjithashtu edhe 1 kukër pjeshkë. Besoj se këto 2 lloje të lëngjeve juve ju kanë pëlqyer. Nëse juve ju kanë pëlqyer këto receta, atëherë mos hezitoni, bëni ata që akoma se kanë bërë, bëni like, share, edhe më e rëndësishme është subscribe në mënyrë që të mos mungoni video të radhës. Ju falenderoj shumë për vëmendje. Shpresoj të shihemi hera të tjera. Kaloni mirë.